Po për shembull të vëzër të na heki për shembull ai ka emrin shumë të mirë, apo ai ka emrin Muhammed, ai thot Meti. Valla, po gabremi ç'a Meti. Ai ka emrin shumë emrin shumë të mirë, për shembull Sulejman apo Zekeria apo Yahya apo emra të mirë të pejgamberëve. Dhe ai shkon e thirr shkurtimisht. Kjo e keqja e kësaj. A para me në vëzër që na i dëgjojmë shpesh, ai emrin e ka fetar, ato shkojnë për shembull e thirr me emrat pa lidhje. Shembull, i thot mos banalizojmë, po emrat kot. Shkojnë e thirr me emra kafshëve, shkojnë e thirr me emra të insekteve, çka është? Apo nuk bën kështu vëzër. Pse mirë, pse baba ja ka lënë këtë emër? Për me e thirr ti. Unë kom dëgjuar vëzër emrin na për plot mahalla, unë ende sot i njoh emrat njerëzit me nofka pa lidhje. Dhe kur i kom kuptu çfarë emra kanë ata njerëz, kjo është gjunata Allahu xhelalu ala. Megjithëse na çashtu i kena mësue, si ke emrin, apo të hafozi nuk ja ditë të emrin njerit. Pse? Ka shku njeri, ka dek, ç'a di emrin. Ti i tha njerëzit kështu. Vëzër, thirrni njerëzit me emrat e vet. Allahu xhelalu ala don më thirr, ud'uhum ila abaihim. Thirrni me emrat e baballarëve të tyre dhe emrat e tyre. Pejgamberi vëzër, për shembull, dikush thot, po hajde për gdhelje. Po s'ban për gdhelje. Çe pejgamberi me ka emrin Muhammed, a bana me thirr Metia? Çao kjo vëzër? S'ban kështu. Du Muhammed, ai ka emrin Muhammed, do të më thirr emrin e plot. Sidomos nëse janë emra pejgamberësh, do të më thirr me emrin e plot. Ai ka emrin Yusuf, e dini si thon. Pse vëzër? Shikoj çfarë emri Yusuf. Në Kur'ani përmend, o vëzër, në Kur'ani përmend. Dhe kjo vëzër lojra që bëhen shpeshher, dikush thot, po na se kena e di se ki për çullë, po ja u vlerën. Ja u vlerën. Thirrni njerëzit me emra që kanë baballar. Po që di që është vështirë, ti të shkon shpejt e shpejt. Po nisë api te telefoni, mos e shujt aty Cufo, po shuje Yusuf. Se ti kur ta shif në zot Cufo, kur ta shif zot Cufo. Ama kur e shkon aty Yusuf, e thirr Yusuf. Mos e shuj aty, për shembull, me emër të shkurt, shkruhet plot. E shani herë këtu, dy herë këtu, tre herë këtu, por edhe pastaj shohëz në dokument. Ata pranojnë ti në dokument me shkruajt për shembull ti kur e nxjerr në shtetësinë. Me thon, shkruaj aty këtu, jo, ato të bërë emrin e plot, çe ka emrin e kri. Emrin e plot, o vëllazër. Edhe në ahiret kena muthir me emrin plot. A vëllazër, elhamdulillah muslimanët kanë emrat e mirë. Pse duhet na mi shkurtu mi krasu ato? Thërë që ka dhënë Allahu subhanahu wa taala.